Të nderuar shikues, ju përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni që prej datës 27 shtator, Vjosa është zyrtarisht pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, përmes përfshirjes në programin Njeriu dhe Biosfera. Synohet mbrojtja e ekosistemeve, promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm dhe ruajtja e biodiversitetit në rajon. Qendra e trajtimit të rasteve të dhunës në familje në Gjirokastër ka ofruar këtë vit mbështetje për rreth 25 persona përmes shërbimeve psikologjike, juridike dhe sociale, ndërkohë që sipas statistikave të policisë janë regjistruar 16 raste dhunë në familje me 3 persona të arrestuar, 13 të proceduar në gjendje të lirë dhe 33 kërkesa për urdhër mbrojtjeje. Në ditën ndërkombëtare të moshuarve, nxënësit dhe mësuesit e shkollës Koto Hoxhi organizuan një aktivitet të veçantë, ku përmes këngëve, recitimeve dhe roleve artistike shprehën mirënjohje, dashuri dhe respekt për gjyshrit dhe të moshuarit. Ky moment i veçantë rikujtoi se çdo ditë duhet të vlerësojmë përvojën, kujdesin dhe ngrohtësinë që të moshuarit sjellin në jetën tonë. Luftëtari udhëton drejt Pogradecit me synim 3 pikët e para. Trajneri Besmir Shabani konfirmon se ekipi, edhe pse me mungesa në repartin kyç, synon një fitore. Stafi teknik ka fokusuar stërvitjet në përmirësimin e sulmit dhe forcimin e mbrojtjes, ndërsa lojtarët janë të motivuar për të dhënë maksimumin dhe për të arritur fitoren e parë. Ju njohim tani më gjerësisht që prej datës 27 shtator, Vjosa është shpallur zyrtarisht pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s përmes përfshirjes në programin Njeriu dhe Biosfera. Synohet mbrojtja e ekosistemeve, promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm dhe ruajtja e biodiversitetit në rajon. Vjosa është tashmë jo vetëm lumi i shqiptarëve, por pasuri e mbar botës. Ky vendim historik u shpall në Kongresin Botror mbi rezervat e biosferës që u mbajt në Kinë. Për Edwina Gugën, drejtore e zyrës së administrimit të Parkut Kombëtar Vjosa, kjo do të thotë më shumë projekte kërkimore, më shumë vëmendje për zhvillimin e zonës, jo vetëm për kufitë e parkut. Zonja Guga sapo morët pjesë në shpalljen e luginës së Vjosës si rezerve biosferës nga UNESCO. Mund të na shpjegoni në mënyrë të thjeshtë çfarë do të thotë kjo? Vjosa është si një libër i rrallë, me faqe të shkruara me mijëra vite, natyrë, njerëz dhe gjallësa, disa prej të cilave janë shumë të rralla. Kur UNESCO e shpall rezervë të biosferës, nuk bën gjë tjetër veçse e vendos të libër në raftin më të dukshëm të bibliotekës botërore. Do të thotë që historia, jeta, frymarrja e saj janë pasuri jo vetëm për shqiptarët, por për gjithë njerëzimin. Është një vul që thotë ky vend është i shenjtë për natyrën dhe kulturën që ka, duhet të ruajtur dhe ndarë me botën. Po komuniteti si preket nga ky vendim? Komuniteti nuk është spektator i kësaj ngjarjeje. Ai është aktori kryesor në fakt. Ky status sjell më shumë se sa një emër, sjell mundësi. Tregu i produkteve lokale, bujtinat, artizanati, të rinj që kërkojnë punë, të gjithë marrin një rol të ri në këtë skenë. Kur themi biosferë, themi harmoni mes njeriu dhe natyrës, që do të thotë që banorët e Vjosës do të jetojnë jo vetëm pranë lumit, por me lumin, duke fituar nga bukuritë e tij, por pa ja marrë frymën. Dhe si ndryshon menaxhimi i Vjosës tani që ajo është edhe park kombëtar edhe rezerve biosferës? Parku kombëtar është si një mburoj. Ai e mbron territorin nga dëmtimi, por rezerva e biosferës në fakt është një urë që lidh shkencën me natyrën, me edukimin dhe me turizmin e qëndrueshëm. Menaxhimi nuk është vetëm ruajtja, është bashkëjetesë krijuese. Kjo do të thotë për Vjosën më shumë projekte kërkimore, më shumë partneritete ndërkombëtare, më shumë vëmendje për zhvillimin e zonës, jo vetëm brenda kufive të parkut. Është sikur Vjosa fitojë një pasaportë diplomatike që lejon tani më të dialogojë me lumenjtë dhe rezervat më të mëdha të botës. Zonja Guga, cila ishte rruga deri në këtë shpallje të madhe? Si u arrit ky moment historik për Vjosën? Procesi i aplikimit për rezervë të biosferës për Vjosën ishte një rrugë shumë e gjatë, por ishte gjithnjë e pandalshme. Ky sukses është frut i një vizioni të qartë, që ishte vizioni i qeverisë shqiptare, i shprehur fort nga kryeministri Rama për ta bërë Shqipërinë një model të mbrojtjes së natyrës në rajon. Një rol të pazvendësueshëm pati dhe tani ish ministria Mirela Kumbaro, e cila e pa Vjosën jo vetëm si lum, por si një trashëgimi të ardhshme për fëmijët tanë. E megjithatë, ishte një punë e palodhur, shpejt
shpesh e padukshme e gjatë e gjithë stafit të Ministrisë të Turizmit dhe Mjedisit ishin njerëz që shpenzuan net pa gjumbi, dokumenta, raporte, takime, konsultime për ta kthyer të ëndën në realitet. Sot kur themi që Vjosa është rezerve biosferës, themi gjithashtu se është një fitore e vizionit, e këmbguljes dhe përkushtimit njerëzor. Vjosa është lumi i dytë më i madh në Shqipëri dhe formon një sipërfaqe të pellgut ujëmbledhës afërsisht 6800 km2, nga të cilat 4540 km2 janë në Shqipëri. Lumi rrjedh në drejtimin juglindje veri perëndim një gjatësi prej 272 km, 190 prej të cilave ndodhen në Shqipëri, nga vargmalet e Pindit në Greqi deri në Grykderdhjen e saj, detin Adriatik. Pellgu ujëmbledhës i Vjosës në Shqipëri kalon në rrethet e Gjirokastrës, Vlorës, Fierit, Korçës dhe Beratit, duke formuar ekosisteme kyçe për një popullsi prej 130.000 banorësh. Sot në ditën ndërkombëtare kundër dhunës, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Ilir Proda, dha një mesazh për qytetarët, përfaqësuesit e institucioneve dhe shoqërisë civile. Proda tha se ne i bashkojmë zërin ton thirrjes botërore për t'i dhënë fund çdo forme dhune, sidomos dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore. Sipas Prodës, policia e shtetit ka një angazhim të qartë dhe të palëkundur, zero tolerancë ndaj dhunës. Proda e mbylli mesazhin e tij duke kërkuar nga qytetarët që të raportojnë për të parandaluar dhunën dhe për të ndëshkuar autorët. Jo dhunës, denonconi çdo rast dhune në numrin 112. Ne reagojmë menjëherë ndaj çdo rasti dhune për të mbrojtur jetën dhe dinjitetin tuaj. Çdo viktimë e dhunës ka një derë të hapur, policinë e shtetit, bashkërisht me qytetarët i themi jo dhunës. Qendra e trajtimit të rasteve të dhunës në familje në Gjirokastër ka ofruar këtë vit mbështetje për mbi 25 persona përmes shërbimeve psikologjike, juridike dhe sociale, ndërkohë që sipas statistikave të policisë Gjirokastër për periudhën janar-shtator janë regjistruar 16 raste dhune në familje, me 3 persona të arrestuar, 13 të proceduar në gjendje të lirë dhe 33 kërkesa për urdhër mbrojtjeje. Qendra e trajtimit të rasteve të dhunës në familje në Bashkinë Gjirokastër që nga fillimi i këtij viti e deri tani ka trajtuar rreth 25 raste të dhunës në familje. Për çdo rast viktimat kanë marrë mbështetje të plot psikologjike, juridike dhe sociale. Sot në ditën ndërkombëtare kundër dhunës, këto shifra marrin edhe më shumë kuptim, duke treguar se fenomeni mbetet shqetësues dhe se angazhimi i institucioneve dhe shoqërisë për parandalimin dhe mbrojtjen e viktimave është më i domosdoshëm se kurrë. Qendra e trajtimit të rasteve të dhunës në familje në Bashkinë Gjirokastër që prej fillimit të vitit 2025 dhe deri më tani ka patur një rritje të numrit të rasteve. Rastet janë të referuara kryesisht nga Komisariati i Policisë. Sa ka qenë numri rasteve të trajtuara dhe shërbimi ofruar? Që prej fillimit të vitit 2025 dhe deri më tani kemi patur rreth 25 raste, të cilat janë të referuara kryesisht nga Komisariati i Policisë. Qendra e trajtimit të rasteve të dhunës në familje ofron një akomodim për rreth 72 orësh dhe më pas në varësi të rastit bëhet edhe vlerësimi. Ofron këshillim juridik falas, këshillim psikosocial, kopshtet dhe çertet i kanë falas, si dhe referimin tek zyrat e punës. Kryesisht në këto raste të viktimave të dhunës në familje janë femrat, por nuk kanë munguar edhe meshkuj. Sot më datë 2 tetor, e cila është dita ndërkombëtare kundra dhunës në familje, ne si qendër e trajtimit të rasteve të dhunës në familje kemi aktivizuar një aktivitet në mënyrë sensibilizuese për të shpërndarë disa broshura që janë kundra dhunës në familje. Duke qenë se jemi dhe në muajin tetor, i cili është muaji i ndërgjegjësimit kundra kancerit të gjirit, u bë thirrje të gjitha grave të dhunuara dhe jo vetëm për të bërë ekzaminimet përkatëse dhe kontrollet rutinë të tyre, duke qenë se janë dhe falas këtë muaj. Që nga fillimi i këtij viti deri tani, nga instancat përkatëse raportohet për një rritje të rasteve të dhunës, duke treguar se fenomeni mbetet shqetësues dhe kërkon angazhim të përbashkët të institucioneve dhe shoqërisë. Shifrat tregojnë gjithashtu se është rritur ndërgjegjësimi i viktimave për të denoncuar, një hap i rëndësishëm drejt adresimit të problemit. Sot në ditën ndërkombëtare kundër dhunës, mesazhi është i qartë se dhuna nuk duhet të tolerohet. Për të gjithat drejtues mjetesh që nuk kanë akses në e-Albania, shpërblimi i pagesës së taksave në sportele nuk do të ndërpritet.
Drejtori i transportit rrugor Endri Haxhiu sqaron se nisma për pagesën online e cila kryhet me 0 komision, ul kostot dhe lehtëson qytetarët. Pagesa e taksës së mjeteve e cila nga 30 shtatori kryhet nëpërmjet aplikacionit e-Albania dhe pa kosto shtesë, është opsionale, çka do të thotë se sportelet do të vazhdojnë të japin shërbime për përdoruesit e mjeteve të cilët nuk kanë akses online. Opsioni i pagesës edhe në sportelet tona vijon tjetë, pra qytetari ka mundësi të zgjedh ose nëpërmjet platformës e-Albania online ose nëpërmjet sporteleve tona fizike që ndodhen në çdo drejtori rajonale. Sipas drejtorit të përgjithshëm të transportit rrugor Endri Haxhiu, kjo risi vjen për të lehtësuar qytetarët dhe për të ulur kostot. Eliminimi i kostove financiare shkon rreth 57 milion lekë të reja, qytetarët kursejnë rreth 11.000 ditë nga ECA-ket, përkthehet edhe në eliminimin e rreth 4.7 milion kilometrave rrugë. Gjithashtu kjo prapë përkthehet në eliminimin e rreth 331.000 litrave karburant. Por cilat janë hapat praktike për kryerjen e pagesës nëpërmjet aplikacionit e-Albania? Ai shkon tek rubrika paguaj taksat e mjetit, ndjek të gjitha hapat aty dhe në fund të gjithë procesit, në real time, pasi ai kryen pagesën, vjen mesazhi tek mesazhet e mia, pra po në e-Albania, pulla e taksës, atë që e njohim pull takse, ku ai menjëherë në momentin që ka paguar, menjëherë në sistemin ton rezulton paguar taksa e mjetit respektiv. Paralelisht me këtë nismë, Drejtoria e Transportit Rrugor po bashkëpunon me të gjitha bankat e nivelit të dytë për të rritur gamën e procesit të pagesave. Porti Sarandës vijon të ris fluksin e pasagjerëve, duke regjistruar 140.600 udhëtar vetëm në shtator, 29% më shumë se viti i kaluar. Nga janari deri në gusht të 2025-s, porti ka patur 686.400 pasagjerë, 23% më shumë se në të njëjtën periudhë të 2024-s. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku thekson se kjo tregon interes të lartë për zonën jugore edhe jashtë sezonit veror. Porti i Sarandës, si porta jugore e turizmit në Shqipëri, vazhdon të regjistrojë një rritje të konsiderueshme të fluksit të pasagjerëve. Zëvendës kryeministria dhe ministria e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku publikoi shifra për muajin shtator dhe për periudhën janar-shtator 2025. Sipas saj, vetëm në shtator kanë hyrë dhe dalë 140.600 pasagjerë, një rritje prej 29% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, ku ishin 108.824 pasagjerë. Ndërkohë nga janari deri në gusht të këtij viti, porti ka regjistruar 686.400 pasagjerë, 23% më shumë se periudha përkatëse e vitit të kaluar. Balluku theksoi se ky trend dëshmon se interesi për zonën jugore mbetet i lartë edhe përtej sezonit veror, duke reflektuar një zgjerim të qëndrueshëm të sektorit të turizmit. Porti i Sarandës i shërben jo vetëm qytetit, por gjithë rivjerës jugore, duke qenë një pikë kyçe lidhëse për vizitorët vendas dhe të huaj. Sezoni turistik i këtij viti ka qenë i pasur me udhëtar, me tregtar, kroçera dhe anije turistike që kanë mbritur nga Korfuzi, duke kontribuar në shifra të larta të vizitorëve, përfshirë edhe turistët ditor, veçanërisht gjatë muajve të verës. Në ditën ndërkombëtare të moshuarve, nxënësit dhe mësuesit e shkollës Koto Hoxhi organizuan një aktivitet të veçantë ku përmes këngëve, recitimeve dhe roleve artistike shprehën mirënjohje, dashuri dhe respekt për gjyshrit dhe më të moshuarit. Ky moment i veçantë rikujtoi se çdo ditë duhet të vlerësojmë përvojën, kujdesin dhe ngrohtësinë që të moshuarit sjellin në jetën tonë. Në ditën ndërkombëtare të moshuarve, nxënësit dhe mësuesit e shkollës 9 vjeçare Koto Hoxhi organizuan një aktivitet festiv, duke sjellë në vëmendje rëndësinë dhe vlerën e moshës së tretë në shoqëri. Aktiviteti i sotëm është i organizuar nga nxënësit e shkollës 9 vjeçare Koto Hoxhi dhe në qendër është simbolika e datës 1 tetor, ditës së të moshuarve, por që fëmijët erdhën me një konceptim ndryshe, në shenjë dashurie dhe respekti për gjyshrit e tyre, zgjodhen ti falenderonin dhe ti uronin në këtë formë, duke shprehur gjithë mirënjohjen dhe kontributin e tyre
gjithë dashurin, gjithë respektin dhe gjithë shka bëjnë ata në të përditshme për niprit dhe për mbesat. Ndihemi shumë të kënaqur dhe shumë të lumtur që ato duar të fëmijëve ushtrinë shumë natyrshëm drejt gjyshërve të tyre dhe gjysheve, pam shumë emocion, pam atë që ndoshta në përditshmërinë tonë, siç e thamë dhe vetë fëmijët, kalon ndoshta pa u vënë re, por është shumë domethënëse, një mirënjohje pafund. Falenderimi i parë shkon për të gjithë fëmijët, por normal, falenderimi shkon për familjet, për mbështetjen që ata japin, për mirëritjen dhe shëndetin e tyre. Mosha e tretë nuk duhet kujtuar vetëm në një ditë të vetme. Aktivitetet të tilla janë një burim dashurie dhe shprese, si për të moshuarit, ashtu edhe për brezat e rinj, theksoi shehu. Është një ditë që nuk duhet të ngelet një ditë, duhet të shtrihet, jo thjesht për aktivitetin, por për kujdesin e veçantë dhe kujdesin e shtuar që duhet të tregojmë ndaj moshës së tretë. Të tilla aktivitete përcjellin mesazhe shumë të fuqishme dhe kur vijnë nga fëmijët këto mesazhe shumë fishojnë vlerën e tyre. Dhe na bëjnë ne të reflektojmë dhe të kuptojmë që rritim qytetarët e të ardhmes. Dhe ky qytet është në duart e sigurta, në duart e këtyre fëmijëve kaq të dashur dhe kaq të ëmbël. Në këtë ditë të shënuar, u zhvillua një sër aktivitetesh kulturore e artistike, ku nxënësit përmes këngëve, recitimeve dhe roleve të ndryshme sollen mesazhe dashurie, respekti dhe mirënjohje për gjyshërit dhe të moshuarit në përgjithësi. Parku arkeologjik i Antigones ka pritur këtë vit 20% më shumë vizitorë krahasuar me sezonin e kaluar, kryesisht turist francez me profile të ndryshme si arkeolog, historian e gazetar. Interesi për këtë park ka vijuar edhe gjatë stinës së vjeshtës, duke kthyer atë në një nga destinacionet më të vizituara të zonës. Parku arkeologjik i Antigones ka mirëpritur këtë sezon turistik një numër të lartë vizitorësh. Sipas drejtuesit të parkut Shkëlqim Guçe, interesimi ka qenë i lartë, duke kthyer Antigonen në një nga destinacionet më të frekuentuara të zonës. Turistët që kanë dominuar këtë vit kanë qenë kryesisht nga Franca, mes tyre arkeolog, historian, gazetar dhe vizitor të profileve të ndryshme. Prej kohësh Antigonea pret dhe përcjell vizitor nga e gjithë bota. Është momenti ku mund të deklarojmë se vizitueshmëria ka qenë në nivele të kënaqshme krahasuar me një vit më parë. E kemi deklaruar që 20% mbi ata vizitorë që ne kemi pasur, pra jemi me ritmet e duhura në kohën e duhur për të pritur dhe përcjell vizitorët. Nëse do të kishim një kup në fund të vitit për t'u dhënë grupit më të mirë të vizitorëve apo të turistëve, do të ishte ajo e grupit të francezëve. Turistët francezë në të gjitha format e kanë vizituar Antigonen. Në librin e përshtypjeve nuk ka flet që të mos lënë përshtypjet e tyre. Vizitor francez të fushave të ndryshme, siç janë edhe arkeolog, historian, gazetar dhe profesione të ndryshme të lira, të cilët po mahniten me bukuritë e natyrës dhe parkut arkeologjik, sepse natyra dhe historia janë të ndërthurur në mënyrë të tillë që e bëjnë Antigonen një sit arkeologjik, një qytet antik të veçantë në grupin e madh të parqeve arkeologjike. Edhe gjatë stinës së vjeshtës vizitorët nuk kanë munguar, megjithëse më të pak në numër, ata vazhdojnë të shfaqin interes të veçantë për trashëgiminë historike dhe kulturore që ofron parku i Antigones. Ka një ritëm që nuk themi se do të ketë pushim për vizitueshmërinë, por normal që ritmi do të bjerë, sepse ndryshon stina e pranverës, e verës dhe vjeshta ka një lloj ritmi më të ulët, por, si thash, dominojnë grupet e vizitorëve francezë, të cilat nuk do të na lënë vetëm. Parku arkeologjik i Antigones vijon të mbetet një destinacion i rëndësishëm kulturor dhe turistik, ku historia dhe trashëgimia e pasur kombëtare gërshetojnë me interesin në rritje të vizitorëve vendas dhe të huaj. Tani do t'ju sjellim historinë e një guide me mbi 20 vite përvojë në turizëm.
Shkëlqim Tuzi nga Shkodra ka kaluar një pjesë të madhe të karrierës së tij duke promovuar trashëgimin kulturore në qytete të ndryshme të vendit, ku një vend të veçantë zë edhe Gjirokastra, destinacioni i preferuar për vizitorët vendasë të huaj. Shkëlqim Tuzi nga Shkodra, prej më shumë se 2 dekadash ka zgjedhur të përkushtohet turizmit, duke ushtruar profesionin e guidës turistike. Rrugëtimi i tij nisi nga pasioni për historinë dhe kulturën, duke shoqëruar vizitorë në qytetet kryesore të vendit dhe duke përcjell tek ta vlerat më të spikatura të trashëgimisë shqiptare. Pasioni ka ka një ofertë një agjenci studitur në gjuhën serbokrate, ishte me turista shqiptarë që po kaloshin në malin e zi me shku në Kollashin për skim, është sporti jem që unë du, si jetojnë skit është sporti jem, aje pa unë që di gjuhën pasionin për skit kam, pse nuk përshkantëm një manë edhe mu, por një kosisht i kishe tana falas edhe me ba qefin tem edhe me fitu lek. Kështu që këtu fillaj, por më duke se sot nuk di me ba gjatë tjetër ma mirë se sa guiden. Ndër qytetet ku eksperienca e tij është më e pasur, Gjirokastra zë një vend të veçantë. Ai tregon se çdo shëtitje në rrugicat karakteristike dhe çdo ndalesë në monumentet historike e bën këtë qytet një pikë referimi për turistët vendasë të huaj. Për të, Gjirokastra është një destinacion ku historia, kultura dhe mikpritja ndërthure në një mënyrë të pazvendësueshme. Për kurios janë historie, është detyra jonë që me ja bëjë interesante të diftu të vërtetën, historinë e vërtet, jo me shpik, se një guid nuk duhet me shpik, një guid duhet me thonë gjithmonë të vërtetën, dhe janë kurios, pandaj për herë është impresioni i parë, me bukurin, me gurin, me pullazet që janë të qyteti i gurt, pra kot nuk thirë qyteti i gurt, ose qyteti i gri, për ngjyrës e gurit. Kjo është impresioni i parë, por pjesa kalas, pandaj ka atë pjesën e veçantë, që ka pjesën e veçantë, historinë e vjetër, historinë e re ose në kohët e fundit për çfarë përdoret edhe sa është e vizitueshme. Por ju keni edhe të bukurinë tjetër që keni te kulinaria, që unë të ju kënaqem kur ha me ta marrë çiftçi njëri tjetër. Barceletët kanë dalë kot që jeni kopraca. Unë këtu kam gjetë gjithmonë bollek. Duke parë nga afër zhvillimin e sektorit të turizmit, Shkëlqim Tuzi vëre ndryshime pozitive ndër vite. Sipas tij, rritja e numrit të vizitorëve, përmirësimi i shërbimeve turistike dhe investimet në infrastrukturë kanë ndikuar që jo vetëm Gjirokastra, por edhe qytetet e tjera të kenë një profil edhe më të fortë në hartën e turizmit. Dhe ka ndryshimet mëdha. Ndërsa me qytetin qysh me rinovimin që u bën saj, apo me bizneset që janë zhvilluar më shumë, me hotelet që janë shtuar numrin e hoteleve, në këto shtëpiat e vogla që un kam pruar edhe grupe të vogla që kanë pas dëshirë me fjet në një ambient familjar, me pa diçka se si është Gjirokastra e vërtet, jo vetëm hotel, se hotele ka gjithkohon, por me pa edhe ambientin me shtëpitë e vjetra. Ai beson se ky progres është një tregues i qartë se turizmi po shndrohet në një prej shtyllave kryesore të zhvillimit të vendit tonë. Strukturat e policisë së Gjirokastrës kanë ndërmarrë veprime të shpejta për disa raste të ndryshme penale. Shtetasi 51 vjeçar PN, gazetar nga Gjirokastra, denoncoi se është fyer dhe kanosur nëpërmjet celularit nga një 21 vjeçar, i cili është proceduar penalisht. Në Memaliaj, infermieri 39 vjeçar RS dyshohet për shpërdorim detyre pasi kishte regjistruar fiktivisht një person në librin e shërbimit, ndërsa shtetasja 39 vjeçare EM u kap duke drejtuar automjet pa leje drejtimi, po ashtu në pikën kufitare të Kakavijes, 55 vjeçari AX tentoi të nxirrte nga Shqipëria 53.500 euro pa i deklaruar. Parat u sekuestruan dhe ai po procedohet penalisht për mos deklarim të hollave në kufi. Ndërkohë që specialistët e policisë Memaliaj arrestuan në flagrancë MÇ 68 vjeç. Tekniki një firme ndërtimi pasi dyshohet se aksidentalisht shkaktoi rënien nga skela të AD 47 vjeç, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu, për veprime të mëtejshme, u referua në prokurori LK 40 vjeç pasi në magazinën e tij u gjetën produkte të dyshuara kontraband dhe një punonjës i paregjistruar. Të gjitha materialet proceduriale janë dërguar në prokurori për ndjekje të mëtejshme. Ndryshojmë tani natyrën e informacioneve tona duke kaluar në një informacion nga sporti. Luftëtari udhëton drejt Pogradecit me synim 3 pikët e para. Trajneri Besmir Shabani konfirmon se ekipi edhe pse me mungesa në repartin kyç synon fitore.
Stafi teknik ka fokusuar shërbitjet në përmirësimin e sulmit dhe forcimin e mbrojtjes, ndërsa lojtarët janë motivuar për të dhënë maksimumin dhe për të arritur fitoren e parë. Luftëtari udhëton drejt Pogradecit me objektiv të qartë, të marrë fitoren e parë të sezonit. Pas një nisje me 4 barazime dhe një humbje, ekipi shpreson që kjo sfidë të shënojë kthesën. Trajneri Besmir Shabani është shprehur optimist një ditë para sfidës, duke theksuar se është punuar fort për të paraqitur një skuadër të organizuar. Jemi përgatitur për të marrë maksimumin në kjo ndeshje. Kemi dhe ne objektiv për arritur të marrë pikë, sepse është domosdoshme dhe në këtë situatë që jemi na nevojitet pika me çdo kusht, kështu që do bëjmë maksimumin edhe do bëjmë më të mirën tonën. E di që përballemi me një skuadër goxha të fortë, goxha të mirë organizuar, të investuar në blerje edhe në merkato, por ne shkojmë si çdo ndeshje, shkojmë për të arritur maksimale, për të kapur pikën sido qoftë. Kështu që nuk na tremba asgjë dhe vëm me besueshmërinë më të madhe për të bërë më mirë, se s'kemi alternativë tjetër. Kemi marrë masat tona dhe kemi nxjerrë gabimet në ndeshjet e shkuara, edhe përpiqemi të rregullojmë çdo ditë çdo ndeshje, kështu që jemi të qartë te gabimet edhe te problemet që kemi pasur para dhe po përpiqemi të rregullojmë ditë ditës. Stafi teknik ka fokusuar stërvitje në përmirësimin e koordinimit në sulm dhe forcimin e mbrojtjes, ndërsa lojtarët janë shfaqur të motivuar dhe të vendosur për të dhënë maksimumin. Kam besim absolut te Tacuna. I shikoj që në ditë e parë që kam zbritur në fushë me ekipin, çfarë dëshire, çfarë impenjimi, çfarë dëshire kam për të bërë mirë, por që duhet të bëjmë më shumë si në aspektin e psikologjisë, si në aspektin e presionit, duhet të mësojnë që duhet ta mbajnë presionin në ndeshjet vështira, në ndeshjet forta, duhet luajnë me personalitet, ashtu siç kanë bërë dhe ndeshjet jashtë fushës sonë, të cilat kanë qenë më të mira se ato që kemi zhvilluar brenda fushës. Eksperienca ka ndikuar dhe normalisht ajo që është më e madhja ka ndikuar mungesa e kapitenit ton Bea Ramadani, sepse është një lider në fushë dhe normalisht është një pika jonë më e fortë që ne kemi. Dhe sigurisht që ka meritat e tija, më thënë, lojtari me eksperiencë dhe lojtari që ka kohë që luan në këtë kampionat edhe që i vë shpatullat e ekipit. Kështu që duhet bëjmë bukën me rrëmjellin që kemi. E kemi përgatitur vetë kështu që do ja dalim me çuna që kemi mbledhur. Suksese. Faleminderit. Sfida në Pogradec konsiderohet test i rëndësishëm për luftëtarin që synon jo vetëm 3 pikët, por edhe të rikthejë moralin dhe besimin e tifozëve. Pas disa barazimeve dhe një humbje e një fitore tani, do të ishte një mesazh i qartë se skuadra është gati për të luftuar në çdo fushë. Ndeshja që do të luhet të premten në stadiumin Gjorgji Kyçyku në Pogradec në orën 14 do të vijë drejt për së drejti në RTS Sport. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.